sa kushton realisht një udhëtim në janar të 2026 nga Tirana? Kjo është pyetja që ka më shumë vlerë se ku do të shkosh. Janari është muaji ku njerëzit ose bëjnë udhëtimin më të mirë të vitit ose më të lodhshmin. Dhe arsyeja është e thjeshtë. Janari është i lirë, por vetëm nëse llogarit siç duhet. Le të marrim si shembull një udhëtim tipik 3-4 ditor në Europë, nisur nga Tirana, pa luk, por edhe pa u shtrënguar. E nisim nga fluturimi. Në janar të 2026, fluturimet nga Tirana janë në sezon të ulët. Për shumicën e qyteteve europiane, një bilet vajtëardhje kushton nga 40 deri në 90 euro për person nëse e rezervon me pak planifikim. Ka raste janë edhe më lirë, por kjo është mesatarja reale, jo reklam. Pastaj vjen akomodimi. Pika ku shumica gabojnë në llogaritje. Në janar një hotel normal ose apartamenti i rregullt kushton nga 80 euro deri në 120 euro nata për dhomë ndyshe në një qytet evropian jo super premium. Për 3 net, llogarit nga 240 deri në 360 euro. Nëse je vetëm, shifra ulet. Nëse je me familje, çmimi shkon më lart, por janari është ende muaji më i butë në çmime. Tani vim tek ato që njerëzit në vlerësojnë. Shpenzimet ditore. Në janar një ditë reale udhëtimi ku përfshihet ushqimi, transporti, kafe dhe ndonjë atraksion i lehtë kushton mesatarisht nga 45 deri në 70 euro për person. Dhe kjo varet nga qyteti. Roma, Barcelona apo Lisbona janë qytetet më të shtrenjta. Budapesti, Praga apo qytetet të tjera të Europës qendrore janë më të lira dhe për 3-4 ditë llogarit 150 deri në 250 euro. Transporti lokal dhe atraksionet nuk janë dram në janar. Biletat ditore të transportit zakonisht variojnë nga 6 deri në 8 euro. Atraksionet kryesore variojnë nga 15 deri në 20 euro dhe avantazhi më i madh i janarit është që nuk ka radhë të gjata për të vizituar këto vende. Dhe tani me shifra të rrumbullakosura për një udhëtim 3-4 ditor vetëm në janar të 2026 nga Tirana, kosto reale e udhëtimit varion nga 450 deri në 650 euro. Për një udhëtim për 2 persona, buxheti është nga 750 deri në 1000 euro gjithsej dhe për familje varet më shumë nga akomodimi, por zakonisht nga 1000 deri në 1300 euro mbulon një udhëtim pa stres. Dhe tani pjesa që askush nuk ta thot. Janari nuk është muaji ku kursen sepse heq dorë nga disa gjëra. Është muaji ku të njëjtat gjëra kushtojnë më pak. Nëse planifikon siç duhet, janari është muaji me raporti më të mirë mes çmimit dhe përvojës që merr. Bëje save këtë video dhe dërgoja dikujt sepse video e radhës është zgjedhja e qytetit.